Nëse diaspora menon që përmes përfshirjes aktive në politikën ditore në Kosovë, po bojnë Kosovën si Gjermaninë a Zvicrën, e kanë shumë gabim. Duke u përfshin politikën tonë ditore, ata po e refuzojnë vetë Gjermaninë a Zvicrën, po e refuzojnë integrimin atë shoqëni e atë kulturë, duke insistu me vazhdu me met shqiptar toksik, dgetoizum në për klubet e tyne. Shqiptarit albinistë të diasporës, ose mergatës, që shthojnë këta. I bo zemra malë kur e nin Albinin të e kritiku Evropën, Ameriken, për pa drejtësit që po i bon shqiptarve dhe thojnë kjo është i pashantazhum për bashkësisë ndërkombëtare. Ka ik për vendit vetë për shkak të kushteve të mjerueshme që ja ka ofruar vendi vetë, e ka zgjedhur një jetë më të mirë. Ama vazhdon me refuzu vendin cilin e ka zgjedhur. Sepse me zemra është atje. Kjo është perverze në shumë dimensione. Është instaluar një farë diktature e menimit ku ndalohet me fol për një hajvan në Kanadë, a një tjetër në Skandinavi, se demek ai është ma patriot se na që kena vendos me jetu këtë. Sepse ai nuk është i kapën për jetëve kriminale, prandaj vota ati është ma qiltër, ma pastër, ma sinqert. E kur ka me dalë dikush, a një parti politike e ka me thonë, hej, vota jepet për një parti, jo në baza etnike, as në baza të religionit, e as në baza të prejardhjes. Vota jepet krye këput, në bazë llogaridhënies për punën që dikush, një hajvan, e ka bo ose nuk e ka bo në 4 vitet e fundit.